Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Ola Zenelaj, ka qenë e ftuar në një emision. Ajo ka folur për rrugtimin e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe marrëdhëniet me banorët e tjerë. Ola gjithashtu analizoi edhe disa nga situatat më të bujshme që kanë ndodhur në atë shtëpi. Shumë e komentuar ka qenë dhe një video ku Ola e quan gjestin Varfanjak gjatë një debati. Se si është e vërteta e kësaj, Ola kishte këtë fjalë. Unë e kam thënë dhe në atë moment, pa çka se më shprehur, i kam thënë ti e Varfanjak në mendje, sepse është e vërtet. Ai horizontin aq e ka. Nuk mundohet të kuptoj ty dhe situatën tënde, por mua gjatë gjithë kohës më ka prekur në moral. Sa kemi pasur Prime dhe unë kam qenë nominuar, ai ka qenë gjatë gjithë kohës i shtrirë në krevat, duke më thënë, hajde me mua në krevat që ti shpëtosh nominimit. Kjo ka qenë diku 3 herë rresht, 3 Prime e rresht, dhe një herë tjetër ka bërë dhe një lëvizje me pjesën e legenit. Dhe unë thjesht nuk i kam dhënë zë, sepse nuk doja të isha aty për atë gjëra ofenduese, deklaroi Ola Zenelaj, ku dukej mjaft e zhgënjur nga sjelljet e gjestit.